Hello, rikthehemi sot me një temë të cilën kemi trajtuar 2 herë të tjera, është tema e narcismit, por si edhe i programi që ka qenë dikur, nuk e di, Top Albania më duket një këngë për ty, apo dikur të rëdëshëja përshëndetje nga ekrani. Edhe narcismi është një këngë për ty që kërkohet shumë, pra nuk është këngë në fakt, është një maks, nëse e ke, por që i kërkojnë shumë sepse me sa duket ka shumë histori. Por këtë radhë, ndryshe nga herët e tjera, unë do doja Jona që neve dhe të bënim ca sqarime të vogla, ishte edhe meraku yt, por edhe meraku im, sepse jo të gjithë janë narcisa. Kupton, dhe kjo fjala si thua te i përdore si çdo gjë tjetër, si toksiciteti, nuk e di, lloj termash kanë hyrë tani. Dhe besoj që edhe këtu duhet të sqarohet kjo gjë, por do të sqarojmë rrugës. Ka shumë terma, jemi liruar fare nga termat që përdoren tashi. Është bërë psikologjia një gjuhë shumë e zakonshme në publik. Dhe të tërë psikolog. Historia e parë është historia e Albës, e cila më ka bërë përshtypje sepse ajo ka pasur vetëm 6 muaj lidhje. Në 6 muaj lidhje, Jona, e filloi me një dashuri shumë të fortë ku ai nuk rritet dot pa të dhe mbas 6 muajsh ka përfunduar në urdhër mbrojtja ideal. Pra për 6 muaj nuk është kursyer fare. Ka treguar çdo anë të karakterit të tij. Dhe si duket e ka shumë të forta tregonte ato që në fillim nuk ka qenë i përmbajtur i lezetshëm, si thua, i trigant apo manipulues nga ata që e merr vesh më vonë. Një njohje shumë intensive, bashkëtesë pas një muaji, ai kishte probleme me alkoolin, kontrollues dhe nuk pranonte kur fajin, e degradonte në publik dhe trajtonte si objekt. Situata eskaloi kur i theu xhamin e makinës dhe kur ajo u distancua, ai tha që kam fjetur dhe me shoqen tënde, shumë e rëndë për të. U largua. Jetonin bashk, e filluan bashkëtesën shumë herët, apo Elona? Ka filluar bashkëtesën shumë herët. Me njëherë mbas një muaj, po. Gjithçka filloi, domethënë u bë shumë serioze gjëja që në fillim. Është interesante, a ka kërkuar ai këtë bashkëtesë të shpejtë apo? Ja, do të pyesim Albon, do ta kemi në linjë dhe ka vetëm 2 javë që është ndarë. Pra është një histori shumë e freskët nga të gjitha anët. Alba, më bëri përshtypje gjithë ky vrull i kësaj marrëdhënie, domethënë gjithë këto ndryshime, gjithë këto ulje ngritje brenda një kohe kaq të shkurtër. Dhe Jona bëri një pyetje në fillim kur u njohët. E propozoi ai që të jetonit bashkë apo ti? Unë jetoja me veten në fakt. Me të thjesht më ndodhi një klik, si thuash. Thjesht po filloja, po e mendoja se isha shkëputur në një marrëdhënie më pashme. Doja të jetoja vetëm, jetoja në atë kohë vetëm dhe do shpërngulesha në shtëpi tjetër, por ai insistonte që të jetonin bashkë. Duke qenë se nuk e arsye pse të bësh shpenzime të tepërta, ne bashkë do jemi gjithsesi, të krijojmë një familje, domethënë ishte diçka shumë imponuese, që fillimisht të duket si një njeri me këmbë në tokë që e di se çfarë do. Dhe kështu që ju filluat bashkë, dhe muaji i parë the që ishte një muaj shumë i bukur. Love bombing. Muaji i parë, po. Muaji i parë mund të them që ishte aq i bukur sa që shpeshherë shpreha që kisha frikë që isha aq e lumtur, sepse më duket çdo gjë perfekte. Qoftë komunikimi, qoftë kujdesi që në mëngjes, eja se të kam përgatitur mëngjesin, logën e portokallit, mos dil nga shtëpia pa ngrënë, të kam bërë drekën gati, do vish, po të presh, gjërat e shtëpisë ishin gati. Kam menduar çfarë filmi do shohim sonte, do pim një gotë verë bashk. Dhe pastaj ti kuptove që edhe filmin ju shinit atë që donte ai. Pra. Se gjithçka çfarë bëhej, nuk është se merre ndonjëherë konsiderat dëshira ime, por fillimi ka qenë gjithmonë tolerancë nga ana ime që okay, mirë, derisa kjo u bë bezdishme, se edhe momenti që kisha kërkesat e mia që dua të bëj diçka, po jo se bëjnë këtë, se për ty e kam, si thuti, mirë. Domethënë kështu vazhdonte dhe ta impononte butësisht, si thuash, por që u bë shumë e bezdishme. Se përfundonim duke bërë gjithçka që donte ai të bënim. Në momentin kur ti kërkoj atë të drejtën tënde, shikoj se nuk po më pëlqen tani, se po ndihem e detyruar, apo pse e prish gjithçka, domethënë të ngelej ty faji, që ti po prish atë momentin e bukur. Kuptoj, dhe kur fillove ti që të dyshoje se s'është kaq e bukur, shumë e bukur për qenë e vërtet? E shihja dhe si sillej në raport me njerëzit e tjerë, po kuptoja që kjo heshtja që ishte që gjithkohë si heshtur, nuk fliste shumë, ishte si fazë, si ku mos kanonte. Thjesht po blinte materiale nga unë, se si isha, qa pëlqeja, qa doja, qa nuk doja, dhe nuk shprehte dhe nuk fliste kur gjëra për veten. Arrinte momente që të kapte dhe momente dobësie që ti fliste me shumë çiltërsi, por atë qa nuk
pëlqeve është që gjërat të thëna në mirë besim i përdorte në momentin i parë që i vinte rasti. Nëse në mund të japësh një shembull, si i përdorte? Mund të tregoj diçka nga jeta ime që më ka ndodhur kjo, kam patur këtë lloj gjëje dhe vazhdonte e përdorte me fantazinë e vet kundrejt teje. Por edhe probleme familjare që mund t'i kesh treguar, kupton? Ti kthente kundrejt teje. Ndërkohë, më bëri përshtypje sepse ti sa i njohe, u shkëput edhe nga puna për ta ndihmuar, thoje, sepse ai kishte edhe probleme me alkoolin. Nga ana jote shumë e shpejt kjo lëvizje, të shkëputesh, të lësh punën për këtë gjë. Sepse pavarësisht gjithave, për hir të ndjesisë që po mifte, mendoja sido që të shkoj ky raport, unë dua që këtë njeri ta ndihmoj, sepse thellë brenda këtij njeriu ka diçka të bukur, pavarësisht rrethanave që mund të jetë çndërruar kështu. Ishte si, le të themi, një mision kot që ja vura vetes time për t'i gjetur një dritë, por që u bë shumë e lodhshme dhe më ka ngrënë shumë energji, shumë kohë, shumë investim nga ana ime. Dhe pa që nuk ja vlente, ky njeri thjesht kështu është. Kush është episodi i parë që ti kujton që vërtet po shihe përballë një njeri problematik, që nuk ishte më kushtonte për ti keq fillonte të gënjente. Domethënë, unë duhet ta kisha lënë që zëngën e parë, le të themi. Shiko se nuk do pi, thjesht u largua në mes natës, nuk dije gjë fare, kishte telefonin e fikur dhe marrë vesh që kishte pirë dhe i thashë që nuk kemi rënë dakord si kështu, që ose do vazhdojmë të bëjmë një bashkëtesë bashkë, mua nuk më pëlqen ky lloj stili jetese. Dhe në diskutime si për miru pafshin, fillon më agravoi situata, u zum, i kanë shtëpinë time dhe vetëm një gjë që përdorte për të më afruar, pavarësisht gjithë ofendimeve që filloi duke folur, hajde këtu se e di se ç'a do të bëj unë ty. Dhe kur e përdinte shumë mirë këtë lloj gjëje që unë nuk i haja kërcënimet. Dhe siç ishën në shtëpi me pijama, marr makinën, i shkoj poshtë shtëpisë, jo, hajde lart. Shkoj lart, thash, vazhdo, flasim. Ulu se të kam bërë për të ngrënë, prandaj të thira. Dhe në këtë moment më duk si smur. Të jem e sinqert. Se në telefon ishte komplet njëri tjetër duke të kërcënuar që hajde këtu do flasim përballë, se ndryshe do të vi poshtë shtëpisë, do të bëj skandale, do të bëj këto. Shkova. Dhe në atë moment i thash, shiko, është më mirë që kjo gjë nuk do funksionojë. Jo, do ndryshoj premtimet pafund. Duaj që të më ndihmosh, se kërkon të vendim nga unë, të më ndihmosh që të dal nga kjo rrugë, të dal nga ky lum, sepse ti je kaq perfekte, ti ke jetesë tjetër, nuk jam mësuar të jetoj kështu, më mëso të jetoj jetën tënde, që ti jemi të lumtur të dy. Mos më braktis, nuk jam kështu njeriu, nuk jam kështu çuni. Kishte edhe nënën, thua ti, problematike? Mund të them që ishte një nënë narciste, se në gjitha momentet që ai mund të kishte gabim, më ka kërkuar dhe mua që ta toleroj, më ka kërkuar dhe mua që të shkoj ta marr edhe aty ku është duke pirë, po mos fol, mos ashtu. Ky i fliste çdo ditë me nënën e vet. Mund të rrinte pa folur me çdo njeri, po me nënën e vet fliste çdo ditë në telefon. Dhe kjo i mbante këtë lloj qëndrimi dhe në momentin e parë që ky ishte keq, ajo ja bënte ato rrugën që ti s'ke ku shkon pa mua. Domethënë ishte personi i cili gjithmonë i jepte zgjidhje, pavarësisht idiotësisë vet. Kështu me ç'a merri ai? Ç'a punë bënte? Asnjë punë. Shkëpute ikte, njerë kishte qenë punë, kishte ikur për hir të alkoolit, nuk e mbante njeri. Ti e di që ishte alkoolizuar kur e njohe? Jo në këtë farë grade që arrita zbuloj. Tani një pyetje kam unë për ty. Meqense kjo gjë do të kaq shpejt dhe u lidhet kaq shpejt, sa kishe ti që ishe ndarë? Unë kisha shumë pak kohë. Domethënë marrëdhënien time e kam ndarë në mënyrë shumë të mirë, me mirë kuptim, që kjo gjë nuk funksionon më. Dhe kishim mbetur në një raport, thjesht po rrinim me njëri tjetrin për të rregulluar dhe njëri tjetrin, si thua, secili në shtëpiat veta për të ndarë, se kishim edhe një biznes bashk, për të ndarë ato detyrimet që kishim. Dhe mund të them që mund të ishte shumë pak muaj, 2-3 muaj. Po pas ka qenë marrëdhënie e gjatë përderisa kishte një biznes bashk. Po, dhe një raport komplet ndryshe nga ky që përjetova, dhe mbase kjo gjë më ndihmoi të kuptoj më shpejt se ç'a do të thotë. Një tjetër njeri të lloj jetese që nuk më përket mua fare, nuk isha mësuar me njerëz të tillë, me njerëz problematik. Shikoj, unë shoh diçka duke parë këtë, duke dëgjuar historinë tënde, dhe është një term anglisht që quhet rebound. Pavarësisht se ti thua që je ndarë me mirë kuptim nga marrëdhënia jote shumë e gjatë, ndodhesh një fenomen i njohur që menjëherë mbas një lidhje dhe edhe të gjatë apo jo jona, ka shumë njerëz që nuk janë mësuar edhe kanë një lloj ndjesë, një lloj vetmie.
Sepse fakti që... Bravo, e kam ndjerë këtë. Po, je hedhur direkt e ky, pa e parë se nëse ky njeri ka zbuluar kaq shpejt karakterin e vet, do thotë që ai ishte shumë i lehtë për të zbuluar për mendimin tim edhe që në javën e parë. Në rast se ti do doje ta shije. Dhe ky më duket si një rast që ti nuk e dashur të shohësh sepse ti do je të shije. Nuk kam dashur ta pranoj. Ke dashur të shohësh. Kam dashur të shoh atë që kisha idealizuar unë në trurin tim tek ai njeri. Po. Se këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një njeri që ne nuk e diagnostikojmë dot është narciz apo jo, por kemi të bëjmë me një njeri të alkoolizuar, që është një vesë, nëse vjen 3 ditë dhe pi alkool çdo ditë, atëherë ky është një vesë që është shumë i dukshëm. Ky ishte një ndryshim, ishte komplet ndryshe në momentin që është takuar me mua, kupton? Momentin që kemi filluar të njihemi, si thua, dhe kamuflohej, sepse edhe pirjen e alkoolit e kishte nuk bënte gjeste, si thua, ose paktën gjatë kohës që unë po njihesha me të. Ti nuk e kuptoj që ai nuk dehej, nuk skuqej, nuk... Po, nuk të jep të gjeste fare. E di pse më bën përshtypje se i droguari, i varur, ishte i varur, pavarësisht se kënjep, domethënë, edhe shumë e vështirë dhe është shumë e çuditshme se si do ta fshesh një muaj të tërë këtë gjën. Që i ke, shumë e çuditshme si fshe varsin, kaq shumë. Po sepse nga që nuk isha gjithë kohës me të. Domethënë ai mund të rrinte duke pirë gjithë darkën, por që nuk e dija, se normalisht isha në shtëpinë time. Momenti që unë bashkëtova me të, shija që nuk rrinte dot, ose që është në pikë mëngjesit donte të pinte, se kam aritmi. Se gjatë kohës që unë isha edhe në punë dhe isha në vete, nëse ne pinim një shishe verë në darkë, mua nuk më bënte përshtypje. Po nuk e di se çfarë ndodhte mbasi ikja unë. S'pas keni jetuar bashkë në fillim, se thash se si do ta fshite dhe thash pastaj që pas ka një fuqi kontrolli të jashtëzakonshëm në një moment që nga një i alkoolizuar të kaloj. Ka një kontroll të jashtëzakonshëm momentin kur donte të arrinte diçka, bënte të pamundurën. Dhe unë këtë gjë e vija në duke që mund ta përdorësh për mirë. Kam një pyetje, Alba. Nuk e di, a i ndjerë zhvlerësuar gjatë marrëdhënies, gjatë kësaj periudhe nga ai, pra të bënte të ndieshe me ndryshim tek vetja? Gjatë gjithë kohës nuk mund të them se nuk ishte 24 orë kështu, por në momentet që kishim përplasjen, fillonte edhe te kjo pjesa duke bërë zhvlerësimin tim, ku i thosha nuk më intereson, më duket shumë e çuditshme që ne të jemi bashkë, duke parë veten time dhe ty, dhe në këtë moment fillon të bënte këtë zhvlerësimin tim, qoftë nga pamja, qoftë nga puna, qoftë për arritjet, duke thënë që shiko se kam patur më tepër, qa i e ti në krasim, të ulte komplet atë vetë vlerësimin që kishe për vetën, pavarësisht se unë kam një vetë besim, shqyqyr zotit ja thosha dhe ati, kam vetë besimin e Everest, nuk më ndjen fare se si jam konkurim, por që në fillimisht jam e sinqert kjo gjë më vriste dhe kam edhe qaja. I pëlqente vetja ti e vjen re që jo vetëm me ty, po edhe në raport me të tjerë. I pëlqente vetja në maksimum. Unë s'kisha parë njëri që dali para pasqyrës e thot, ua sa i bukur jam, shi ça dive, as unë nuk e them vetes time këto. Dhe këtë gjë e thoshte edhe me njerëz të tjerë, e shifte veten në qendrën e vëmendjes dhe në shoqëri dhe në familje dhe në mbledhje çfarë mund të bënim. Kishte qef, ishte ai. Ai dinte këngët, ai dinte të fliste, ai dinte përgjigje, dhe kur si dinte. Të priste ty, të provokonte, po normal, unë ta kam mësuar. Mëse çiste kot. Edhe nuk e pranonte kurrë ndonjëherë që ishte gabim. Janë këto shenja janë tipare të narcisizmit. Po, edhe prandaj nisëm edhe me të pyetjen e parë që i bën fillim, ai ishte dëshira e tij që të përfshihej kaq shpejt në marrëdhënie, sepse zakonisht narcisët kur vënë re një person që duan ta kenë partner potencial në jetën e vet, duan t'i bëjnë gjërat shumë shpejt, sepse maska e tyre do bie, kështu që duan ta kapin viktimën përpara. Pra të mos kenë kohë që ata ta kuptojnë kur janë në fazën e njohjes, për këtë e nxitojnë, pra futen shpejt në marrëdhënie dhe bashkëtesë, edhe me sa kuptoj, ka kërkuar që ta bëj pak atë pjesën e partneres ta kthej në dobi të tij për ta ndihmuar atë, sepse edhe ja ka shprehur. Ti qëndro, më ndihmo mua, pra ta kalojmë bashkë këtë pjesën e alkoolit, pra ka dashur suportin që partneri në këtë rast të bëhej në shërbim të tij, të nevojave të veta. Dhe këto janë tipare të narcismit, po. Shiko, kur themi ne tipare të narcismit, kjo pjesa love bombing që ka qenë gjithë historitë, po, dhe pak a shumë e njëjtë dhe pak e çuditshme, edhe mënyra se si ti e thua, dhe mua më duket e çuditshme që ekziston dhe janë të tërë njësoj, se çfarë shkon në mendjen e tyre, se ata nuk janë se zgjohen sot dhe thosh, shiko, unë jam narcize dhe e di që rregulli im i parë është, unë do ta bëj këtë për vete.
Kupton? Nuk besoj që një predator do e mendoj, ai thjesht predator, pra si kafshët që janë të ndara, domethënë. Në natyrë dhe ai nuk çohet tigri apo nuk e di, ulkonja dhe thot apo hiena që unë do marr kafshën e vrarë, nuk çohen ashtu. Kështu që çfarë i shtyn këta që të japin kaq shumë vëmendje dhe dashuri po e quajmë në fillim dhe pastaj të riqen. Kanë një frikë, çka kanë këta brenda vetes? Normalisht janë strategji që do përdorin një herë për të bërë për vete Pra po personin. nuk besoj që ato e thonë, do ta bëj këtë kështu. E thon kështu në trurin e tyre? Domethënë u flet truri si një strateg realisht që ka marr paguhet për këtë punë, ka marrë në dorëzim që si të futet në Iran edhe të heq armë bërthamore, nuk besoj. Besoj që duhet ketë diçka e lindur ose kështu, një lloj frika apo një lloj ankthi që kanë, apo nuk e di çfarë. Si ka mundësi që janë të gjithë njësoj dhe bëjnë të njëjtin lëvizje? Si çdo çrregullim ka domethënë mënyra funksionimit të ngjashme, qoftë në sjellje, në mendim. Edhe narcisistët e kanë të ngjashme mënyrën e tyre të funksionimit. Ato e dinë domethënë mënyrën se si mund ta bëjnë për vete një person. Prandaj përdorin një strategji të parat që i hedhin në lojë. Por nëse ka një fjali të brendshme që ato ndjekin, është që unë duhet të ndihem më lart se ty. Pra i kanë vazhdimisht të gjën në mendjen e vet. Edhe kur janë në fazën e love bombing që e bëjnë, sërish ato kanë atë qëllimin në fund fare që duan ta arrijnë. Pra gjithaj shërbejnë atij qëllimi, nuk është se e kanë me ty. Ata do duan ty për një funksion në jetën e tyre dhe përdorin këtë gjë, por nuk e ndjejnë edhe në momentin që janë duke e bërë love bombing, janë duke e bërë në mënyrë të aktruar. Nuk është se e ndjejnë atë proces që ty po ta japin këtë vëmendje apo dashurinë. Pra gjithçka i shërben funksionit që ka në fund. Që është kam ndjerë të gjë. Lart teje. Po Por mbaron shumë shpejt. Edhe për këtë të mbajnë pastaj me të tjera teknika manipulimi. Alba, si e njohë ti këtë? Jam kurioze. Kam njohur këtë rastësisht nëpërmjet një shoqërie. Të erdhi ky, ai shkove ti, I shkova unë, ishte me shoqen time, unë shkova të marr shoqen time dhe aty u njoha edhe me të. Dhe çfarë vuri re tek ty? Ai që mendon se ka bërë për vete. Po rinin, bisedonin, flisnim edhe je goca dhe nuk e shok, po t'ishe çunë do ishe shoku im i ngushtë, ai je goca dhe ti tha dhe jesh e inja. Domethënë kështu ishte i qartë që në fillim. Dhe kur e kam pyetur vazhdimisht se çfarë të ka pëlqyer, më ka pëlqyer grindi jot. Ti e grifsh. Kështu i dua unë gocat. Shiko, gocat e riqen ndonjëherë nga ky drejt për drejtësia, kur janë meshkujt e drejt për drejt. Kështu që se sot do ta zbërthej një çik narcisistin. Do të thotë po të thotë ndonjëherë që ti direkt që pëlqen, po ti ishe shoku im i ngushtë, po do të bëj timen. Ka përshtypjen që treçeku femrave vdesin për atë, edhe sikur nuk duan, edhe kur nuk duan që të jenë atyre. Prapë kjo fjala shfaq siguri mashkullore. Nuk ka paqartësi tek një mashkull dhe prandaj tërhiqet edhe një vajzë nga të tilla fjalë. Pra e bën më të lehtë rrugën ose të paktën justifikon veprimin e vet vajza që thotë ti e imja ose terma të tjerë që mund të ngjisin kollaj në shpirt dhe ti fillon dhe pastaj ndjek me lehtësi. Për ta bënë të kollajsh me rrugën e ndërveprimit me këta persona. Ka dhe një fëmijë që nuk jeton me të. Si kishte marrëdhënie me fëmijën? Ka një djalë? Po, marrëdhënie me të, më tepër kujtoja unë që duhet fliste me të se sa i vet. Dhe djali me kë jetonte? Se ishte interesante kjo historia e fëmijës. Jeton me gjyshet. Anë e mamit dhe anë e babit. Nuk po jeton në 5 ditë javës, jeton me gjyshen në anë e mamit. Po, nëna ku është? Nëna është jashtë dhe historia ka qenë që nëna ka braktisur këtë. Edhe unë kështu fillova edhe që të mendoja që mund ta ndihmoja sepse pavarësisht se më dukesha absurde që nëna mund të braktisë fëmijën e vet, po ka raste plot dhe e mora edhe si të mirë qenë që këtë rrugën e alkoolit e ka nisur për hir të kësaj gjëje, për prishjen e kësaj marrëdhënie që ata kishin patur. Po historia nuk ishte kështu pastaj? Me aq sa unë nuk kërkova fare me thënë drejtën. Të interesohesha se si mund të jetë vërtet. Vetëm thjesht u krijuan disa puzzle në momente të caktuara, duke dëgjuar diçka, duke e parë sjelljet, duke parë edhe vetë djalin apo raportet që kishte. Dhe arrita në një konkluzion që s'kishte lidhje fare kjo gjë. Se gjaja jetova atë njeri edhe kisha shumë qartë se çfarë mund të kishte ndodhur. Atë frikë që unë kisha për pak kohë, vajza tjetër me shumë gjasa nuk ka arritur dot që ta përballojë dhe thjesht është larguar dhe nuk mund të dot kthehet. Është pak e çuditshme gjithmonë, por një është pak e çuditshme që është dukur, pra mund të diçka më të thjeshtë. E kishte marr, po jo, nuk është dukur, ajo ka kontakte me të dhe e mori andej. Dhe djali shkon.
por ajo nuk vjen në Shqipëri. Okej. Dhe nuk mas pa informacione sa ka marrë vesh, domethënë nuk është se ka krijuar dhe një jetë për kaq shumë vitesh. Nuk ka krijuar një jetë saj. Okej, tani do kalojmë në një pjesë që kjo është, si thua, nga fundi, pra kur edhe ti e kuptove që do i vite fundi, që filloi të ishte dhe agresiv nga ana fizike. Ç'a ndodhi? Po, në momentin kur filloi të bëj agresiv, edhe unë isha stoike ndaj tij, kjo gjë e tërbonte më tepër dhe kishte përbërë që shkatronte çdo lloj gjëje rreth e përqark edhe ty nuk të prekte dhe mendonte që shiko çfarë po i bëj unë vetes dhe ty nuk të prek se ty të dua. Ndërkohë ishte mangth që e një njeri të tillë dhe kur u bë vazhdueshme si situatë, tu kuptova që edhe vet nuk isha mirë. Se fillon të më jepte aritmi, më ftoheshin duart, këmbët, nuk isha më unë. Pavarësisht se thellën atë time në vërtet nuk e kisha frikë. Dhe pse kisha diskutuar me familjarët mit, motrën më saktë dhe një shoqe që shiko ka këto sjellje dhe ato ishin si ri, shiko nuk e frikë, nuk mund të jetosh me njëri të tillë, prap kisha atë vetbesimin që mund ta kontrolloja. Vetbesimin që mund ta kontrolloja. Pse i kishe këtë dëshirë? Kjo më Kjo është edhe pyetja që i kam bërë vetes time gjatë gjithë kësaj kohe, që çfarë të shtyn ty që të qëndrosh me këtë njeri ose çfarë pëlqen ti te ky njeri. Dhe nuk i gjeja përgjigje. Kjo është arsyeja që të ka zgjedhur dhe ai ty. Ai ka vënë re këtë lloj cilësie që ti ke. Më vjen të keq për të. Edhe mua akoma më vjen keq për të. Kjo është e çuditshme. Dhe në fakt ai me këtë kartë ka luajtur me mua gjithmonë në çdo moment që mund të arrinte deri në një farë grade, mbas edhe kjo fakti të bëri të keq vetes duke thyer duar, kështu që unë i kujdesesha, i rria afër, edhe këtë gjë e ka parë të punë. Alba, ti ka pas një moment që e ke ballafaquar me realitetin, një ka thënë jo, nuk je kaq i mirë sa mendon, ose kundërshtimet të tjera, dhe si ka reaguar, nëse ti e ke bërë. Unë kam thënë gjithmonë. Si reagonte ai? Unë këtë gjë kam bërë gjithmonë. Në fillimisht me në pranit njerëzve tjerë e përdorte si argument që unë ty nuk të ul kurrë në sytë e njerëzve, ti pse se thua. Se thoshte gënjesht rakotën kot edhe unë nuk e kam as për zakon as me një njeri kur ulën tavolinë për të gënyer për gjëra as serioze, jo me gjëra banale kot. Ti pse më ul figurën mua, unë ty nuk e kam ulur fytyrën asnjëherë. Dhe unë mund të them që jam i vetmi njeri që ja kam thënë atë të vërtetën që ai nuk ka dashur kurrë të besoj te vetja vet, se nuk e pranonte kurrë. Tjerë të toleronin, se hajde pinin me të, hanin, pinin, vazhdonin si cili shifte të rezinë vetë dhe e linin aty, nuk është si kushtonin mundësi, qoftë dhe familja vetë. Por unë i qëndroja aty afër duke i thënë që shiko se kjo gjë është gabim. Dhe i rria dhe duke biseduar, doja unë të kuptoja cila ishte trauma aty, ndërkohë unë mendoj që isha me traumat e mia. duke dëgjuar të fliste, të shpreheshe, që të arrija të kuptoja një anë që mbase nuk e njihja. Shiko, ka shumë momente që ngjajnë shumë me historitë e tjera. Siç thash edhe love bombing edhe reagimet dhe fakti që i pëlqen vetja dhe që nuk e pranon asnjëherë gabimin. Është një moment tjetër që ka këtu Alba, është afër momentit kur ajo kërkoi urdhërmbrojtje, që më ka bërë përshtypje se kemi dëgjuar dhe më duket në episodin e parë. Përveç se i ka gjetur mesazhe dhe komunikoi me të tjera, pra tradhtojnë. Thonë dhe gjëra të tilla, siç i ka thënë Albës, që kam shkuar me shoqen tënde. Më duket se im pas dhe një histori të tillë që ai tha diçka të tillë, me vetdije të plotë që ishte shumë lënduese. Edhe në këtë rast, Albës kështu i ka thënë, që kam shkuar me shoqen tënde. Alba, si ishte ai momenti? Pse e thatë? Çfarë po ndodhte në atë moment? E mbaj mend? Në atë moment, unë kam patur një dhënk me të, pas 2 ditëve që ishte duke pirë alkool, dhe i kapa dhe mesazhet, se donte të më zinte që të zihesha edhe me femra të tjera që i shkruanin këtij se ndjej i bezdisur, ndërkohë ky nuk mbante asnjë mesazh telefon dhe i komentonte vetë të tjerave dhe unë e kisha parë këtë lloj gjëje. Në momentin që unë nuk reagoj, më thotë ti nuk je xheloze, kur nuk je xheloze do thotë që nuk më don. Dhe unë thjesht nuk më injoroja totalisht si gest. Pas kësaj zënke, doja tikja vërtet. Marr çantën që të largohem gjë këtu, tha se s'ke për tikur, tha pa dëgjuar edhe diçka, tha kur të kam thënë tha që ti je naive dhe nuk kupton asnjë gjë, tha unë ta kam thënë gjithmonë, tha se e quan veten të zgjuar. Do të marrësh vesh dhe një të fundit tha para se tikesh, do më thotë këtë. Që unë kam shkuar edhe me shoqen tate, tha dhe ti nuk di asgjë. Ndërkohë ne jemi takuar të 3 herë tjera bashkë dhe kjo ishte ndjesia më e vështirë që mund të kisha përjetuar ndonjëherë.
jo vetëm fakti që punon dhe imagjinata, edhe ti të vjen e veri, por edhe që ato janë tallur me ty në syrin tënd, domethënë sikur s'ka ndodhur asgjë gjithë dhe ty je dukur thjesht një cop naive në mjet të dyve, sepse në ato momente nuk dihesh çfarë besosh, që është e vërtetë apo jo. Po është e vërtetë apo jo? Dhe thjesht kjo nuk është e vërtetë dhe unë kam lënë në një moment të fundit fare për ta sqaruar dhe kam dashur të besoj instiktin tim, intuitës time dhe duke biseduar edhe me shoqen time se si ka ndodhur dhe duke njohur atë i dhash edhe përgjigjen. A e vetmja gjë që e vrau nga e gjitha kjo ishte që i thash unë baza me ty do ndajmë dhe atë do na kem shoqë gjithë jetën dhe këtë gjë nuk e pranonte. Dhe momente që kërkonte falje dhe doja tikja në shtëpia, më kërkonte falje vazhdimisht që kjo gjë nuk ka ndodhur, e bëra për të lënduar, nuk është e vërtetë, dhe detohej. I thash më lër të zbuloj vetë vërtetën time, siç do di unë. Dhe për këtë gjë nuk i falur. Kështu që historia ishte e sajuar komplet, nuk kanë pas asgjë mes njëri tjetrit. Ata kishin patur një start me njëri tjetrin, por nuk ishte as finalizuar as një gjë e tillë. Domethënë mund të duket e pabesueshme që mund të jetë duke gënjur pala tjetër, por që dhe momenti kur ja kam thënë, unë e dëgjova bisedën dhe e di ku shkon gjithë secili nga ata të dy. Qoftë ajo, qoftë ai. Dgjoj, këta kishin pasur një gjë bashk kur ishit ju bashk? Jo, asnjë gjë. Thjesht jo, para se të njihej me mua. Se Elona thot ishin puthur, i ke thënë. Po. Janë puthur para se të njihej me ty. Po. Po shoqja s'ta ka thënë këtë asnjëherë. Ja. Dhe këtë nuk ma kishte thënë, sepse momentin kur i kam kërkuar që pse të paktën nuk ma thej, për mua kjo është një gjë e parëndësishme, tha se ishim të dy tap, dhe po ti u përfshive aq shumë, tha sa më dukej e kot që të ta thoja, pa gjitha, ai ka qenë i pari tha që më ka kërkuar çdo ditë se mos ja thua, po bën gaf, po pinë një ditë dhe po e prish dhe po ja thua. Si duket nga që nuk e ka marrë atë reagimin që priste nga Alba për ta bërë xheloze dhe për kontaktin që ai ka parë, ka përdorur këtë lloj fantazie, sepse ato fantazojnë edhe i besojnë fantazive të tyre. Pra po se bajmë që ka qenë diçka e njëjtë edhe me një histori tjetër. Por Alba është treguar shumë stoike në reagimin e saj dhe se ka marrë atë që ai ka pas nevojë, vëmendjen e saj në këtë pikë. Po kundrazia kam kthyer të gjitha gjërat që më thoshte nëse në fillim qaja dhe kuptoja që nuk ja vlente sepse jepte një vetë kënaqësi atij që e ndjeja që e kishte. Mundoja ja thosha dy fish, nëse më shante me ofendimet më të mëdha dhe i thosha po është e drejtë, jam më keq se sa kaq. Jam shumë më keq se sa kaq që mendon ti, bëj këtë, bëj atë. Domethënë e çakordisja. Nëse unë vazhdoja flia gjuma i rrinte gjithnatën pa gjumë se mendonte që mund të bëj atilla gjëra. Kur ishte ai momenti që pastaj kalove në urdhër mbrojtje dhe aty e mbyllet, çfarë ndodhi? Në momenti që unë kisha ndar mendjen, që kjo gjë nuk do funksionojë më, ishte pikërisht atë ditë që më tha këtë gjë për shoqen time. Dhe thjesht po përgatisja veten se si duhet largohem nga ky njeri sepse isha shumë e vetëdijshme se me çfarë njeriu kam të bëj. Dhe dija që nuk do ishte e lehtë fare. Dhe në ato momente thjesht jam konsultuar me tim me motor, duke ndjekur si terapi me veten për të folur me dikë dhe të qartësoj dhe mendimet e mia që nuk janë se futesh në një botë shumë terrët që ti mendon që nuk ka më pas asaj dere, s'ke ku shkon, s'ke çfarë bën. Do të vi, do të përdjeki, do të bëj këtë, do t'i bëj keq familjes tënde. I mendon gjitha këto skenat. Dhe thjesht qëndron, dorëzohesh. Janë disa momente që thjesht dorëzohesh. Kam biseduar me ti me motor, duke i kërkuar ndihmë që të gjitha provat që unë kisha, kërcënimet që ai më kishte bërë me vojse pas zënkës së madhe të parë, unë do t'i ruaj dhe do t'i përdorja në momentin kur unë do largohesha nga ky njeri. Dhe ato vojse unë i kam dëgjuar dhe të nesërmen, dhe mbas një jave. Dhe nuk i fshija kur, thjesht për t'i mbushur trurit tim, se ky njeriu është ky, dhe hiqe ato fantazin e bukur që ke krijuar për të. Dhe ishin ato provat që më ndihmuan për urdhrin e mbrojtjes, sepse u larguam, kërkoja që të largohesha me qetësi, ato ditë ishte alkoolizuar, flas në telefon që pres të flasim diçka. Ai e dinte fare mirë se për çfarë do flisnim në fakt, sepse nëse më përpara isha stoike, nuk e lija, bëhesha agresive, jo po çfarë po bën, po pi prap, hajde këtu, jo hajde më merr, so bëra edhe taksi. Edhe ditët e fundit hoqja dorë totalisht, edhe ja kisha bërë edhe gjatë qartë që momentin kur unë nuk do jem kjo,
ta kesh qartë që kjo ka përfunduar, unë nuk dorëzova, nuk merrem më. Dhe kërkova të vinte në shtëpi, ajo hajde më merr ose më prit kur të vi, unë i thash mbase kur të vish unë nuk jam në shtëpi, do marr plaçka dhe do iki. Okej, jepi drejtim. Në ato momente thjesht me gjërat edhe dua të largohem. Dhe kjo ka ndodhur 2 javë më parë. 2 javë para se ne jemi duke realizuar të intervistë. Po, në fillim të muajit. Në fillim të muajit. Pra kemi të freskët fare këtë histori. Që do të thotë që nga ajo që po kuptoj, besoj dhe Jona, ti e ke të fjetur mendjen, e gjë e mirë, që e ke të ndarë mendjen, dhe shumë gjë e mirë që ti e kthjelluar shumë herët, se 6 muaj shqyr, nuk morët hapa më të rëndësishëm në jetë, zbleta as shtëpia, as familja, as nuk krijuat, kështu që ke qenë me fat, edhe pse ke atë dobësinë tënde të vjen keq, po nga ana tjetër duke thënë që ke besim tek vetja, të ka ndihmuar edhe ky vetbesimi që ke, të ka ndihmuar edhe e zgjuarësia për të parë situatën edhe për të kuptuar herët që okej, kjo s'është normale dhe nuk e ka pas atë lloj dëshpërimi që duhet të rri patjetër sepse ky është burri i jetës. Po, unë vrarë edhe mënyrën si ka mbaruar marrëdhënia e parë, dhe pse e kapi atë elementin e hedhjes nga njëra lidhje tek tjetra shumë shpejt, por s'ka të bëjë gjithmonë. Mendoj se ndonjëherë disa lidhje do të japin eksperjenca shumë të mira edhe pse përfundojnë. Kështu që mund të jetë edhe kjo kur mbaron në terma të mirë një marrëdhënie do thotë që ti ke pjekurinë emocionale dhe ta zgjidhësh mirë, jo detyrimisht me zënk atë me konflikte. Dhe ndoshta edhe cilësitë e saj atë personale që i ka, të cilat integrojnë shumë mirë për të menaxhuar një marrëdhënie të tillë. Sepse kushdo nga ne mund të bie pre këtyre momenteve. Po vetëm se nëse ai ka kaq shumë tipare narcizi, me narcizët është pak e vështirë të shkëputesh. Dhe këto 2 javë, unë nuk e di si ke këto 2 javë, sa të nxehta i ke, sa të ndezura i ke. Se nuk është kaq kollaj të paktën nga Vazhdon ende. Vazhdon më merr në telefon, më ka dërguar mesazhe, është kontaktuar me familjar, me rreth përbashkët. Jo më larg se dhe mbrëm. Unë thjesht nuk e jap telefonin, kaq. Nuk dua t'i bëj blok, nuk ja jap atë kënaqësinë unë që po më bezdis dhe po largohem apo që të filloj të mendoj, se mendoj që e njoh shumë mirë, edhe arrit ta njoh shumë mirë se deri ku mund të arrijë në nivelin e tij. Dhe nuk jap atë kënaqësinë se e shija që në momente që ti je keq, ai thjesht ushqej me ty. E kishte energji atë lloj gjëje. Dhe injorimi ishte gjëja që e vriste më shumë, se ka patur raste edhe në shtëpi që thjesht vazhdoja punën time, ikja lart e poshtë, haja, nuk i flisi as nuk e shifja në sy fare dhe kjo gjë e tërbonte, nuk e hante trupi. Dhe këtë gjë unë po e përdor në favorin tim. Më shqetëson patjetër, por që edhe nuk dua, kam prapa që nuk dua t'i jap atë goditje. Thjesht edhe për të bërë burg. Po thjesht do ta lodh edhe do largohet. Ai është dhe njëri hakmarrës, ç'është e drejta. Shiko, dhe nuk dua, duke qenë se është dhe alkoolizuar, nuk mendon fare për pasojat, nuk do t'ja di fare, mjafton që t'i dali e tia. I është dëmtuar imazhi i tij pra nga kjo ndarje, mendon se të tjerët e kanë marrë vesh për shkakun se si ai reagon me ty e gjërat e kësaj natyre? Këtë gjë më thoshte, unë nuk e pranoj dot që ti të më lësh, nuk ka shanse që ti të më lësh, më premtoj që s'do më lësh kurrë. E ka marrë vesh familja, e kanë marrë vesh njerëz, më prezantonte më këtë do të mundshme. E para një nga gjërat që nuk më pëlqente tek ai, që fillova të më hapte sytë, që më prezantonte si objekt, që shikoj që kam mund duke u mburrur. Kam të gocën, jam shumë rehat, jam familjar, po bëj jetesë të lumtur, kujdeset, domethënë gjitha gjërat që kishte, por unë nuk doja fare që të shfaqej me njerëz të tjerë duke kërkuar një opinion të një njeriu, një individ i kot. Mund të themi që përveç tipare dhe narcisiste që ne po zbulojmë, mund t'jenë edhe disa momente abuzuese që ai ka, domethënë dhe i bën sjellje abuzimi. Kjo edhe nga ndikimi i alkoolit ndoshta. Jo vetëm unë kam zbuluar më pas që ky ka qenë në një lidhje të gjatë me një zonjë në moshë më të madhe. Dhe mbase nga që të gjithë dinin për të, sepse këto gjëra i mora vesh më mbrapa, ai mburrej. Sa që dhe një shoqëri e përbashkët kur kishte postuar një foto me mua, shiqyr ky nuk do ta përdor emrin plak, po e shiqyr e la plakën, shiqyr gjeti një gocë të re se la nam. Dhe mbase mendoj për këtë arsye ka përdorur edhe figurën time, imazhin tim për të mburrur tek kavolinat e miqve. E bëjnë këtë gjë që zgjedhin dhe partnerë shumë bukura, shumë të arritura, me status.
sepse duan të shikojnë si fitore të tyre përballë njerëzve, kështu që po na mblidhen çik si shumë tipare. Këtë bëjnë edhe ato që janë narcisa. Edhe femra bën llogari të gjejnë partnerët edhe ka shumë meshkuj që bën llogari gjejnë partner. Se di kjo. Por është një nga karakteristika që i bashkohet narcisizmit, po. Shikoj, diçka më përshtypje një gjë nuk ka lidhje me narcisizmin, por që edhe është historia e shumë grave që se sipas urdhit të mbrojtjes ai nuk duhet të shkruaj ty. Normalisht. Ai nuk duhet më kontaktoj mua as në mënyrë të drejtë për drejtë, as në mënyrë të fortë, as në mënyrë të avokatit. Tash në momentin që ai shkel urdhrin e mbrojtjes, herën e dytë ai përfundon në burg. Dhe meshkujt minimalisht 6 muaj. 6 muaj, po, se është bërë, e kam thënë dhe herë tjera është bërë ligji shumë i rrept. Dhe meshkujt këtu duhet të jenë shumë falënderues së këtyre grave, sepse janë me 10-qindra histori, meshkush në urdhër mbrojtje që vazhdojnë ofendojnë, shajnë, kërcënojnë psikologjikisht dhe gratë si puna e Albës dhe e shumë grave të tjera nuk e denoncojnë sepse ai thjesht ka shkel urdhrin e mbrojtjes. Pra i bën urdhër mbrojtjes për t'i thënë që shiko unë po reagoj, ky është reagimi im edhe ka marrë seriozisht të ndarje dhe pastaj vazhdojnë e lënë. Por realisht dikush do të marrë dhe hapin e dytë, se këta burra duhet ta di që mund të përfundojnë edhe në burg, edhe 6 muaj në burg. Po këtu shumë grave, këtu na ndalon neve grave, aty na ndalon zemra, këtu nuk e bëjmë dot të gjë, pjesën e burgut. Dhe kjo është një marrëdhënie që nuk ka as në mes tyre, se pastaj kur hyn fëmia është akoma më keq, thotë do e shohë fëmia në burg. Por ky urdhri, pavarësisht se shteti bën vetën edhe mund të funksionojë, në celular nuk funksionon fare dhe vazhdon me presione psikologjike, kështu që për mua aty Alba më mirë kaloj në blog fare se ti s'ka asnjë lloj detyrimi ndaj ty fare, s'po ndani asgjë, e ke ndryshe nga një familje, por që është realisht është shumë problematike. Dhe ata nuk do të kuptojnë kurrë se sa afër burgut janë, pra aq sa gratë nuk do t'i çojnë asnjëherë. I bëri gjatë 5 ditë momentin që unë kisha bërë denoncimin, sepse i thash, meqense urdhri mbrojtjes në fuqi, që në momentin kur unë e kam kërkuar, ky njeri më ka kontaktuar mua, se kishte pretendime të tjera, dhe në atë moment që e marri në komisariat, ai po më kërcënon mua po në sytë policëve. Dhe ato e marrin e fusin brenda. Po ti pse bllokon fare? Dhe kur del më kërkon falje. Nuk dua fare të bllokoj, dua të largohet vetë. Të thash, ai është një njeri hakmarrës dhe nuk duhet që të përdori forma të tjera deri në momentin që të arrijë. Se gjitha këto po i bën për të hequr urdhrin e mbrojtjes. Ta kontaktoj unë. Që ta kontaktoj që mos ma bë këtë gjë, mos u fut tek njerëzit e punës, mos më shkruaj këtu, mos i kontaktoj njerëzve të mi, dhe unë po i bëj thjesht dalje. Në këtë moment ai thjesht nuk e di fare se çfarë po bën. Po çfarë po bën hakmarrja ndaj teje, domethënë aktualisht që ti friksohesh? Hakmarrja ai nuk ka asnjë gjë çfarë të bëj, vetëm që i ruam unë është për pjesën e familjarëve të mi, që mos të ketë përplasje me timat apo me familjen time. Por me mua ai nuk guxon dali para, sepse është frikacak. Unë këtë gjë e kuptova në momentin kur u largova nga shtëpia, sepse frika ime më e madhe ishte nëse unë do merrja plaçkat dhe kush e di si do përfundonte dhe në gjendjen e alkolizuar që ishte, po ishte aq i qetë dhe kujdese për imazhin, çfarë po bën kështu. Shiko se ne ishim shumë të lumtur në mëngjes, ndërkohë ne kishim 2 ditë pa u takuar, se ai pinte. Ishim shumë të lumtur që është ky imazh që po bën në sytë të teti, unë jemi shumë të lumtur bashk, duhet i zgjidhim, po largohesh pa më dhënë asnjë shpjegim. Më dhënë gjëra të tilla dhe i thash nuk kam asnjë ankesë nga ty. Je shumë okay në të gjitha, thjesht unë nuk dua të jetoj këtu. Kaq. Si dinamik edhe si histori, mendoj se Alba mund të ndihmojë njerëz të tjerë se si duhet veprojnë në fakt me një person narcist. Absolutisht se ka ushqyer atë që ai ka pas nevojë, ka qëndruar gjithmonë distante për saj, dhe pse është natyra jonë, që duam të kujdesemi dhe të rregullojmë disa gjëra tek partnerët, por sidoqoftë ajo e ka lënë këtë nevojë mbrapa, sepse e ka vënë re që situata është aq e dëmshme dhe nuk mund të rregullohet. Jo, Alba, dhe në kohë shumë të shkurtër, Alba, aty bravo të qoftë, e kalove një eksperiencë, por që realisht më shumë mësova. Mësove dhe e kape veten shpejt, po, e vërtet. Duke të dëgjuar dhe mënyrën se si flet dhe tonin e zërit, gjithçka duket sikur po flet për një njeri që kaloi rastësisht, domethënë, nuk je mbushur me emocione, që natyrisht ka lidhje dhe fakti që një muaj kishte emocione. Po ndiqem me psikolog. Po ndiqesh me psikolog. Po ndiqem dhe me psikolog, kam kërkuar sepse ta ofroka dhe shteti.
në momenti që merr urdhër mbrojtje. Edhe këtë gjë e kam marrë vesh më mbrapa, jam dhe të ofruar, sot më bëra një seancë me të, thjesht për të parë dhe për ditur edhe si reagoj. Domethënë, i kam folur vetes time shumë gjatë në këtë marrëdhënie, si një njeri i tretë, që thjesht këto emocionet mos më zhytnin, siç më zhytën ato 2 ditë, 2 ditët e para që nuk po dija më dhe aty e humba. Ishte era parë në jetën time që s'po njihja veten. Si ndihesh me veten? Lëmsh. Kam një miks ndjesish. Nga gjitha ndjesit mikse që më vjen keq për të, nuk dua ta lëndoj, ndonjëherë më merr malli, ndonjëherë më vijnë ato imazhet e momenteve të bukura, po vetëm pendes nuk ndjej për gjën që se në fakt nuk i kam bërë asnjë lloj gjëje. Thjesht jam mbrojtur vetë dhe thjesht po i bëj dalje. Në rast se do më duhet të arrit bëj dhe të fundit për ta futur në burg, do ta bëj. Po këtë lloj gjëje po e pret se dua deri në momentin që do më dalë përballë, domethënë që ta shoh me sytë e mi edhe ta marrë si mesazh. E dua drejt për drejt, mbase kjo është mënyra e gabuar, po e kam personale tani. Për gjithçka ç'am bëri. Me këta njerëz siç flet Alba, se Alba deri tash ishte nxënëse, ishte shembull shumë i mirë këtu në fund për mua e prishe pak, sepse kur fillon e thua e kam personale, kështu duket sikur vazhdon zgjedh vetë ta mbarsësh. Zgjedh ta vazhdosh. Po a ja vlen ta bësh të me këta lloj njerëzish? Me këtë po punoj me veten time që duhet ta heq fare si ndjesi. Kur një njeri nxjerr tipare negative, problematike dhe vazhdon i nxjerr, domethënë shfaq një gjë tjetër, pra sikur i shtojnë këto tipare dhe i bën të pa kapërcyeshme, të pa ndryshueshme, pra ai është ai që është, dhe unë them që ka një moment kur nuk duhet diskutuar më ai njeri, dhe madje kur mblidhem me shoqjet e mia ose dhe histori dhe qoftë në ambient e pune kudo, kur thoj po, ç'a bëri ai sot? Madje së fundmi po dëgjoj një shoqën time që është në ndarje sipër për bashortin e vet që ai ka tipare narcisizmit, ai ka totale, edhe të tjera besoj mendore, probleme mendore, dhe ajo teksa ecnim bashkë më thoshte, shiko, po dije ç'a bëri, po dije ç'a bëri. I thash unë nuk ka më rëndësi. Nuk ka më rëndësi se ç'a bën detajet e atij se ç'a do bëj. Ai është ai dhe ti duhet që të mundosh që të përpiqesh që atë gjën ta shtysh nga jeta jote komplet siç është, sepse çdo lloj detaj është prapa ai. Pra ai është i alkolizuar dhe me këto tipare që nuk e di, a do të diagnostikoj ndonjëra apo jo, se ata nuk shkojnë as te psikologu. Ja kam ofruar si gjë dhe nuk ka bërë të çmendur. Është më i mirë, po kur e thua ti që unë presa këmare nuk e di se ç'a do të bëj ai, mendoj që okay, se mund të jenë këto 2 javët e ndarjes, por unë mendoj që ajo gjëja si hije zez, thjesht lëreja shporte fare dhe mos u merr më, se gjithçka ç'a nuk ja vlen të diskutohet. Dhe sa mirë që ty ka ndodhur për 6 muaj kjo gjëja, dhe jo shumë e gjatë siç kemi një historia tjetër që vjen pas teje. Monika janë 20 vite bashkë, 15 vite të martuar dhe kanë 3 fëmijë. Kjo është histori që është shumë e vështirë, sepse ka shumë element këtu që e bëjnë vështirë, qoftë element financiar, marrëdhënia fëmijët në mes, kurse ti në këtë pikë të ndodhi, siç ndodhin dhe mashtruesa, tradhtar. Një pjesë e madhe e jona kemi kaluar dhe histori të shkurtra. Kjo quhet një histori e shkurtër. Gjimnazi, universiteti, çfarë do lloj, është një histori, një fling që zgjati shumë pak dhe pastaj u kthye pak në maks, por për mua personalisht mos e ngarko vetes, se çdo lloj emocioni që ti i thua vetes do ta mbash kundrejt këtij njeriu, është thjesht e keqja jote sepse ai s'ka për ta kuptuar kurrë. Pra ai njeriu nuk do kuptojë asgjë. Ai do thotë që ti prapë ke fajin, që unë jam në drejtën time, do i fusë nga 2 gota, dhe do jetë në drejtën e Zotit pastaj. Kupton, ai me 2 gota shkon takon, kështu që por ti nga ana jote 90% të gjithë çfarë ta tregove tash i hapave të tjera, i ke shumë mirë, je në rregull, po kërkon terapi, unë nuk e dija dhe kjo është informacion për të gjithë që nëse futeni në urdhër mbrojtje, mund të kërkoni dhe psikolog falas. Ky është informacion që ndoshta vlen për shumë gra. E ke kërkuar terapin, pra ti kërkon zgjidhje dhe kjo është një gjë fantastike. Për një njerëz që kërkon zgjidhje, kërkon të sqarohet, kërkon hap syt, je në rrugën e mbarë dhe je super zonjë dhe shumë e mençur. Mos e mba me vete këtë njerëz, se aty s'do kërkosh më zgjidhje, aty do fillosh të shofësh, të merresh me gjithë ato nyjet. Ky është problemi më i madh. Tani nuk e shoh atë problemin si problem, shoh veten time që duhet ta zhbëj si ndjesi. Domethënë kjo është ajo ndjesia, se më pyeti pak më parë se çfarë ndjesish ke, dhe kjo është ndjesia që kam këto momente kundrejt atij. Dhe këtë gjë po luftoj, si të thuash.
Po nga që je edhe në fazë lëndimi, është sa po kam përfunduar marrëdhënien dhe është normal që ti kesh edhe këtë ndjesi. Po Dalina foli si zëri arsyes, edhe po jep gjithë shpjegimin logjik dhe të ndarjes nga ajo që ka ndodhur emocionalisht, edhe kjo ndihmon absolutisht. Po pra, po s'ka ç'a ti bësh, domethënë unë se thash të njëjtën histori, po tash po e kaloj me shoqen time që vazhdon, thot bëri dhe këtë më ka vënë dhe këtë dhe unë fillova u lodha dhe i thash dalojmë tash të hajde thjesht ecim të shohim natyrën, sepse mos më intereson kjo histori më. Do të thaj njeriu s'bën, kaput, u prish, nuk ke ç'a ti bësh më se lodhesh dhe ti vet, fillon e mendon. Hajt harxoj edhe një ditë tjetër duke u marr me një gomar e gjysmë, më fal që mbaruam punë me atë nga jeta ime. Hajde të çojmë dhe të ejnëten dhe merremi me këtë. Dhe të premten dhe janë gjithë ditë ku ti unë të sugjeroj të marrësh këmbë, të dalësh te liçeni, e të zbathur si puna ime në bar, është shumë bukur. Shif ndonjë gjë dhe evitoj sa më shumë, po koje mos u merr. Edhe ata me sa kemi kuptuar ne e kanë qef të bllokun, ë? E kanë qef bllokun, zhdukjen totale? Që ti të mos jesh prezente në jetën e tyre. E kanë qef, domethënë i bën mirë. Na bën mirë. Ato thjesht do vazhdojnë të kërkojnë diku tjetër, dhe prandaj shkëputen nga kjo. Sepse nuk duam njerëzit, po nuk është halli jon, nga ana tjetër. Në këtë moment kemi Albën në telefon dhe jemi interesuar për hallin e Albës. Kështu që patjetër që i bën mirë Albës së pari që të shkëputet, pastaj edhe personin tjetër që nuk e ka më si stimul. Pa. Kështu që shkëputu fare për mua, fare bëj blog, fshije numrin, as mos e mba fare se thash u ka si vlerë. Nuk e kam numrin, thjesht e mbaj mend. Po ç'do fare? Blog është gjithandej, në fakt vetëm në celular nuk i kam bërë blog, po kam përdorur numra të tjerë. Bëj pyetje vetes. Këto 2 javë. Sa kohë i dhe darjes së historisë së gjatë? I dhe 1 muaj. Shumë pak. Shumë pak. Mund të them që ishte shumë e gjatë. Mund të them që kjo miks ndjesive është dhe kjo gjëja që më shumë po përjetoj atë lidhje sikur miku. Si pendesa, ku dëgjoj disa momente të caktuara, pastaj fjellohem se ajo ishte xha e zauruar, ishte konsumuar, e diskutuar. Dhe nga një marrëdhënie e shëndetshme e atill që çdo gjë diskutohej, prisja që edhe kjo gjë mbyllej me diskutim, po kjo ishte lemëri pastaj. Shiko se këtu të ka veç ndjenja fajt që se kalove të kjo marrëdhënie, ndoshta është ajo e meritoja. Ndoshta kjo ishte karma ime dhe gjithë ato poezitë që i vën brapa neve. Bravo, më mirë kuptohen, po, më mirë kuptohen. Që do të thoshe tamam. Po se jemi të gjitha femra, të tëra i mendojmë këtë. Ja, kjo ishte. Po mirë, ja dhe karma ishte. Shqyr prap nuk ja që keqe se zgjati 6 muaj, nuk është dhe një karmë e madhe, kështu që mbaroj kjo mbylle. Jo, mësova shumë nga kjo. Mësova shumë nga kjo dhe ka momente dobësie shumë njeriu dhe kur mendoj që u manipulova dhe unë, që pretendoj veten që mund të t'i kuptoj njerëzit, ose dhe thjesht duke ditur dhe natyrën time fort, pati momente të caktuara që u thjesht u dorëzova dhe kisha frikë. Doja të ndaja këtë histori për gjitha gocat që mund të ndjejnë të njëjtat emocione, që thjesht është fantazi e trurit. Çdo kush ja del nga kjo. Kjo që sapo tha, se ti e përmend ndjesinë e fajit për atë marrëdhënien përpara që ka pasur dhe ndjesia e fajit që mund të vijë, mos ndoshta e meritoj, mund të gjesh gabime, po ndjesia tjetër e fajit në rastin e Albës është që si e lash unë atë person më manipulonte. Kjo është në fakt arsyeja pse shumë njerëz që ndrojnë në marrëdhënie të narsistë, sepse duan ta zgjidhin këtë gjë. Sepse nuk e pranojnë që kanë dështuar ose janë manipuluar nga dikush. Por Alba do të punoj me këto 2 ndjesi faji që të çlirohet nga kjo marrëdhënie. Unë mendoj që edhe ti jetë falenderuese që e kaloi, e pa, edhe është jashtë. Edhe je jashtë. Për këtë duhet të jesh shumë falenderuese. Edhe faleminderit edhe për historinë që ndavëve në Alba. Shumë faleminderit. Faleminderit. Atë mos harro blok. Është një meme lezetshme. Blok telefoni, blok Facebook, blok WhatsApp, bloka. Okej, faleminderit. Trauma kanë këto gra nga këto lidhje, trauma kam dhe unë nga histori që dëgjoj, sepse qëpse vurerisha shumë entuziaste që ishte kaq e shkurtër historia vetëm 6 muaj, se historitë e tjera janë si historia e Monikës tani që janë 20 vite bashkë, nuk e dim akoma rastin në fjalë, por janë shumë të vështira, apo jo? Meqense sot jemi në një, si thua, identifikim të narcisizmit, është narcisizëm në fund apo narcizëm? Narcisizëm, thjesht për shkurtim. Për shkurtim themi narcizëm. Po ka një çështje Dalina që në fjalorin shqip është narcist. Kurse në librat klinik të psikologjisë është narcisist. Narcisist. Prandaj ngatrohemi. Okej. Narcisus?
Narcis, Ne do i themi me term klinik. Nga narcizi. Pra narcizi normalisht është nga fjala nga narcizi i Grekut. mitologjisë, kështu që i bie tamam narciz, është bërë mjekësore. Gjithsesi, ky kishte tipare, por ndërkohë dhe alkoolizuar. Ishin pak mix çështjet e tij, domethënë mes tipareve narcisiste dhe abuzimit që i vinte ose për shkak të sepse mund të jetë person me tendencë për të zemëruar shpejt dhe shfaqshme sjellje agresive, ose mund të vi për shkak të alkoolit, sepse dhe alkooli të bën ta zhvillosh si sjellje edhe nëse ti nuk e ke si tipar personal. Shiko, ka shumë njerëz si puna e Albës, por shumë, ndoshta mund të jetë gjysma e botës që mendojnë që mund të rregullojë një njeri, mund ta ndryshojë një njeri, që futen në një marrëdhënie dhe siç tha dhe Alba që më vinte keq sepse kishte pikërisht pjesën e alkoolizimit. Pra janë Nën Terezat e botës, janë këto gra po dhe burra me këtë lloj tiparesh. Nga eksperienca jote, këto njerëz sa efektiv janë apo shumë e rrallë kjo që të ndryshojë një njeri? Që të ndryshojë një person nga që ti dëshiron ta ndryshosh? Po gjithmonë ne themi, është bërë pak klishe kjo përgjigje që mund të jap, por varet edhe nga personi tjetër. Sa ai dëshiron ta ndryshojë. Nëse nuk ekziston dëshira tek ai person, ti mund të bësh shumë. Ai mund ta ketë sipërfaqësore ndryshimin, ai sa mund të interesojë atij ta mbaj dhe pastaj prapë të rrëzohet në sjelljen e vjetër. Prandaj tendenca jon për ta ndryshuar duhet të vijë nga të dy anët që të ndodh ose të ketë sukses. Ka përpjekje të shumta që gratë bëjnë ose vendosin veten me shpresë ndonjëherë të verbuara në marrëdhënie që do ndryshojnë një ditë, edhe kjo mund të jetë motoja e jetës së tyre derisa vjen në fund edhe kupton që nuk bëhet, nuk realizohet ai ndryshimi i pritur. Kështu që është gjithmonë një angazhim i dyanshëm për të arritur një ndryshim. Në rastin e narcistëve, kjo nuk ndodh sepse ata nuk e shikojnë problem sjelljen e tyre. Një pjesë ka dëshirë të shohë diçka që në fakt nuk është ajo që po ndodh, pra nuk është e vërteta, po ka në mendjen e tyre kanë një fabul, e idealizojnë? Po idealizojnë. Çfarë do qoftë në mendjen e tyre kanë një fabul. Tani, ndoshta duke qenë se shumë gra mund të jenë në situata të tilla që shohin një pattern, pra shohin një lloj sjellje tek partnerët e tyre që vazhdon përsëritet, edhe pse ai mund të ketë pasur dëshirën të ndryshojë diçka, po përsëritet prap. Sa ta përsëritje duhet këto gra të zgjohen? Po, të di paktën kështu, të kemi një mas kohë. Nuk ka, derisa ti të vetëdijsohesh. Nuk ka rëndësi se sa herë duhet të ndodh ose numër i caktuar, po derisa ti vetëdijsohesh që është diçka që truri jot po ta bën kurthin në këtë rast, sepse në momentin që ne marrim atë dashurinë love bombing që i themi në fillim, truri jon përpiqet ta kërkojë gjithmonë atë dëshirë ose eksperiencë të jetuar një herë. Pra mendon që nëse ky person ka aftësinë ta bëjë në fillim me mua këtë gjë, mund ta bëj prap. Por prap nuk vjen kurrë, vjen në copa të vogla që ty të bëjnë ose të mbajnë në marrëdhënie. Për ato thërrime që ato japin, sa po kuptojnë që partneri i tyre është duke vetëdijsuar që diçka nuk po shkon me mua, dhe ato ta japin prap me faza të vogla, nuk ta japin asnjëherë si në fillim, që të lën ty në uri për ta marrë prap. Derisa ti vetëdijsohesh që është truri dopamina që është prodhuar herën e parë që kërkon prap të marrë të njëjtin flush, të njëjtën atë eksperiencë të parë, atëherë ti mundesh të distancohesh, siç ka ndodhur me Albën, dhe pse në rastin e Albës ishte shumë e shpejt dalja nga kjo fazë, dhe kjo ndihmon absolutisht. Një rast tjetër që kalon për shumë kohë, fillon ta pranoj të bie në atë gjendjen ku nuk mund të ndodh, pra asnjë rast ndryshimi, por edhe ata që bllokohen në atë justifikimin që unë po qëndroj se një ditë do ndryshoj. Derisa ndoshta mund të dalë një shoqe që